Nga investimi më i ri nisur në Shkodër, kryebashkiaku Benet Beci ka kthyer përgjigje akuzave politike të adresuara ndaj tij nga kryedemokrati Sali Berisha. Pa cekur në asnjë rresh diskursin politik, ai u shpreh se puna dhe kantierët e hapura në Shkodër janë mesazhi më i mirë ndaj çdo akuze politike, diskutime nga të cilat Shkodra, thot Beci, ka mbetur peng i politikës së vjetër prej 3 dekadash. Secili bën më mirë atë që di të bëj më mirë. Dikush bën më mirë të flasë, dikush të shaj. Ajo që ne di të bëjmë më mirë është të bëjmë punën. Edhe besoj se puna është përgjigjja më e mirë për Shkodrën. Shkodra nuk ka nevojë aq shumë për një temperaturë politike, sesa ka nevojë për një motivim pune. Vetëm këtu ku jemi, ne kemi hyrjen e Shkodrës, si duket atje, kemi urën e Bashallekut që po bëjmë. Ky investimi që filluam sot është investimi i rrugës Shirok Zogaj. Po pastrojmë liçenin, po heqim Dajlanin që të bëhet i shërbim. A ka më shumë përgjigje më të madhe, më të bukur, më të qetë për qytetin se sa kjo. Kështu që nuk do preferoja ta jap përgjigjen me fjalë, po le ta japim me punë edhe secili e kupton. I prerë shpreh se partia e tij politike është vetëm Shkodra. Pa diskutim, edhe unë besoj se gjithë qytetarët e Shkodrës tashmë e pëlqejnë politikën e punës. Kjo është ajo që dinë të bëjmë. Shpresojmë që kjo do të dalë edhe në zgjedhje si një mesazh shumë i fortë i Shkodrës për atë që po bëhet, për energjinë që duhet sjellim qytet. Unë besoj se është mesazhi më i mirë. Ndërsa inspektoi nga afër nisjen e punimeve të një projekti të ri në rrugën e Shirokës, ku po rindërtohet me asfalt rruga e biçikletave, duke zëvendësuar pllakat e gurit, të cilat krijonin shqetësim për përdoruesit, paralelisht ai tha se një sër ndërhyrjesh të tjera do ta bëjnë më të këndshme vizitën e liçe. Me investimin në rrugën Shirok Zogaj Kufi, i gjithë bregu perëndimor i liçenit do të ketë korsinë dedikuar të biçikletave. Janë një sër investimesh publike me vlerë të konsiderueshme prej rreth 50 milion euro që janë në proces në Bashkinë Shkodër me financim të qeverisë. Në qytet po punohet në rrugën Hyrse dhe dublimin e rrugës së Bashallekut, parku 19 hektarë të Kurabunës, rikualifikimin urban të Zdraljes, pastrimin e liçenit e të tjerë, të cilat po krijojnë një impakt surprizues jo vetëm për banorët, por edhe vizitorët e shumë që i drejtojnë kryeqendrës së Veriut.